Që ke thënë je vetëmja. Që kështu si më bën ti mua të ndihem nuk më ka bërë femër gjatë kohë. Edhe në momenti kur ta bëja bloku se të kam kap në një gjë tek tu, pa bëje telefonata. Qofse ja kom bojnë e një femre, a gjo, jo ty. Muslim të lutem. Po igo, zemra, so është të bëjnë gjunjëri. Unë të kom thonë ty këthej. Si mund ta përdorësh fjalën që erdha krash në shtëpia jote? Ashtu. Në mes të gjithë familjeve dhe në mes të gjithë popullit edhe para meje. Shiko. Me këtë marrëdhënie? Unë e besoj që Alba është të përfshirë emocionalisht, por jo të toleroj ose të jap një mesazh tek publiku që femrat janë të përdorshme ose ndjenjat janë të përdorshme. Në të kundërtën, për mendimin tim, Limi është narcist. E mbi vlerëson vetë. Jeti ka vluar me komentet shumëta duke thënë se Dolce Eden e pati vetëm për lojë. E madje kjo video dëshmon më së miri këtë, gëzimin që përritoi ai kur kuptoi që Dolce debërtoi jashtë kufinjeve. S'kishte shans, budalla. S'kishte shans. Kur jemi tek ndjenja më e bukur e jetës, e që është padyshim simpatia. Duket se diçka do të lindë mes Elionës dhe Tonit. Ani pse ky i fundit po heziton të i shpreh pëlqim 18 vjeçarës, duke u stepur për shkak të diferencës 15 vjeçare që e kanë mes tyre. Ka përmend babi yt, ka shumë mirë. A di pse? Kupton që i bëgjon më të thënë. Thonë betuam që kemi po të këllëja. Vlen të përmendet që konkurenti që jeton dhe vepron në Gjenevë të Zvicrës ka një vajzë 13 vjeçe, por ende nuk dihet se është i ndarë nga bashkëshortja apo jo. Të paktën me këtë deklaratë bombastike nga baba i tij, edhe është ndarë. I njëjti nuk e do bijan për nuse, por kjo e fundit nuk brengoset as pak për këtë pjesë. Afërsi lidhje me bijen. Kuptoj. Po jemi shumë të qartë. Po. Besoj që sot u shpjegoj. Loja sa shkon afrohesh, sa shkon largohesh. E pse po ma thu që kum ik prej shtëpisë? Unë ju ka di shumë mirë se ku ka do me gjumë. Unë personalisht Bino Akaj nuk i pati këto 2 ditë mira duke thënë se është mërzitur e do ta lë shtëpinë më të famshme në vend. për prindërit mi, për fëmijët e mi. Lavi po vjen shumë keq për nivelin tonë si njëri që je, se ti me qenë se veç ishe je informu për jetën teme, dush me di që as unë asnjëherë me dëshirë teme nuk jom ik për familjes teme. Por, prisni pak. Për debat që kime Unë për shembull mos pari, unë. Derisa ajo është në dilemë sipër, familja e saj ka përgatitur asnjë, as dy, po hiç më pak se 20 dronë me mesazhe të ndryshme inkurajuese. Në asnjë moment. Oj Alba, po bëhet fjalë. Të kalojmë tani tek debatet e shumta. Tabel përqiti është bërë jo vetëm Alba, por dhe Labinoti Benita e shkurta. Jo të kursej edhe pak. Këtu edhe të këshyrë me kanë mu lidhë këto. Këta janë aktualisht 4 banorët që kanë më shumë të diskutime e madje me tone të ashpra. Ja, unë zboj biset ato. Shikoni këto sekuenca kur Benita ngrit zërin, e po këtë sjellje nuk e kemi parë më herët nga ajo. Alba, po bëhet fjalë për mu, që për mu do me thonë keq. Alba, Ibro dhe disa të tjerë janë personat që tani po e acarojnë Biondinën. Afrimitetin me një femër, në moment kur ma kap mendja mu se një mashkull do... Sasa e akuzon Albën për jo higjen, e kjo gjë është as pak e pranueshme, sidomos kur vajzat diskutojnë mes vete për këto gjëra aq personale.